me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputet në Kuvend të Republikës, Lumir Abdixhikun, ishim në takim afër 2 orë. Me këtë rast diskutuam për situatën e re politike pas gjykimit të gjykatës kushtetuese, e cila efektivisht e anulloi dekretin presidencial, na mundsoi që të mblidhemi në Kuvend të Republikës dhe të vazhdojmë me seanca plenare, por natyrisht çështja kryesore që u diskutua, por më duhet të them jo e vetmja, është pikërisht faktit që na kanë ngelur 3 javë deri tek zgjedhja e presidentit, dhe për këtë duhet të maksimizojmë përpjekjet. Takimi shkoi në një atmosferë konstruktive dhe dashamirëse. Jemi të përcaktuar që të shmangim zgjedhjet e reja, sepse zgjedhjet e reja nuk do të ishin zgjidhje për numrin prej 80 deputetësh. Me fjalë të tjera, është vështirë që ta paramendojmë një fushatë zgjedhore ku ne i risjellim platformat dhe programet tona me po të njëjtat zotime, kërkojmë sërish votën e të njëjtëve qytetarë për një rezultat që e dim që nuk mund të jetë shumë ndryshe, ndërkohë që ne nuk e kemi më sfidë natyrisht numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigante, ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund ta zgjedh vetë edhe presidentin. Ju e dini shumë mirë që jemi përpjekur edhe më herët dhe kandidati ynë, Glau Konjufsa, është zyrtarizuar më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ndërka që kundër kandidatja e tij, doktoresha Fatmire Mulhaxha Kollçaku, është zyrtarizuar më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Pra, ne kemi bërë për zgjedhjet detyruar për brenda subjektit tonë, në ndërkohë kur nuk nxirrte askush asnjë propozim për kandidat. Dhe ndodhemi tani ku ndodhemi. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund ta them që e kemi sot, veç se atmosfera konstruktive në njërin anë dhe dashamirësia që t'i shmangim zgjedhjet e reja që nuk janë zgjidhje e re në anën tjetër, më bën optimist për këto 3 javët e mbetura që uroj të mos i shfrytëzojmë deri në ditën apo nganjëherë siç po bëhet në institucionet tona orën e fundit. Zoti Kurti, cilat ishin opsionet cilat dolen në tavolinë nga ana juaj, por po ashtu edhe nga ana e zotit Abdixhiku, a pati emra konkret, a pati ide konkrete për zgjidhjen e këtij problemi? Tash ne jemi udhëheqës të subjekteve që janë demokratike dhe jemi transparent sa i përket procesit, mirë po megjithatë takimi ishte tet-a-tet dhe ne duhet të ruajmë konfidencialitetin e bisedimeve. Në momentin kur propozimet, iniciativat sjellin rezultat konkret, atëherë do të mund të përgjigjemi konkretisht për të arriturat. Por përderisa ky nuk është rasti, nuk mund të flasim për mendime që i themi aty, e të cilat as nuk kanë sjellur dështim, por as sukses. Përderisa jemi në këtë fazë, gjithmonë do t'ju njoftojmë për takimet që bëjmë, mirë po nuk mund të flasim për emrat konkret të cilët nuk kanë rezultuar me një marrëveshje politike, në këtë rast midis vetëvendosjes së Kush duhet të lëshoj pek kësaj radhe më shumë? Apo siç keni thënë duhet 85, 86, po duhet marrëveshje mes 3 subjekteve. Unë vazhdoj ta kem qëndrimin e njëjtë që nëse kemi një emër të përveçëm dhe po synojmë që të jenë veç se 80 apo 81 veta në sallë në këtë legjislaturën e 10, ky do të ishte një rrezik tepër i madh. Vetëm një shumicë prej 84-85 është ajo që do të na bënte komod për emrat e përveçëm për 80 deputet që qëndrojnë në sallë dhe votojnë për të zgjedhur presidentin. Dhe më tutje unë besoj që numri 80-81 nuk është saku ynë për të ecur përpara, është më shumë se aq. 80-81 duhet të jetë rezultati i mbram në rastin më të keq.
Po të kjo Osmani ka qenë një rast tjetër. Jo të jetë Gjashtë me Tadic. synimi ynë maksimalist. Edhe më herët kam thënë, takoni me duhet Medri të synojmë deri në ditën e fundit që ti A të kemi takoni jo me 80-81, po 84-5. A të takoni me Do të përpiqem që të takohem edhe me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza, për shkak se presidenti nuk do të jetë jo vetëm i një partije, po as i dy partije. Presidenti është shprehje e unitetit popullit. Kush duhet të lëshoj për më shumë kësaj radhe, zotër kryeminist? Kush duhet të lëshoj për më shumë kësaj radhe? Jeni të gatshëm t'ja jepni postën e presidentit PDK-s, sepse kërkesa e tyre është për takim. Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka nxjerrë asnjë emër përpara nesh. Ajo vetëm ka kërkuar që ne t'i besojmë në mënyrë absolute dhe të verbër, pra absolute që dy kandidatët të jenë të PDK-s dhe të verbër që të mos na tregojnë emrin paraprakisht, si subjekt demokratik që jemi, me statutin e lëvizjes vetëvendosje, me mua si kryetari i saj, kjo e bën të pamundur marrëveshjen, prandaj uroj që në komunikimet dhe takimet në vijim me kryetarin e PDK-s kjo të ndryshoj, sepse nuk mund të ketë marrëveshje politike për presidentin e ardhshëm, përderisa nuk e thua asnjëherë askujt asnjë emër. Faleminderit shumë. Kush do të lëshoj për kësaj radhe më shumë?